Prefekti i qarkut të Vlorës i shpreh lishmërinë vendimit të marrë nga Këshilli Bashkiak, i cili votoi me shumicë votash në mbledhjen e ditës së hënë Elisa Lilin si kryetarin e ri të Bashkisë së Vlorës. Televizioni 6+1 Vlora zbardhë dhe shkresën zyrtare të firmosur nga prefekti i qarkut në datën 23 shtator me numër protokolli 893 fraksion 1. Lënda shpreje për lishmërinë e akteve të Këshillit Bashkiak, drejtuar Këshillit Bashkiak Vlorë, për djeni kryetari të bashkisë. Në vijim të letrës tuaj, datë 22/9/2025, protokolluar me tonën, datë 22/9/2025, si dhe në mbështetje të zbatimit të neneve 8 dhe 16 të ligjit numër 107/2016 për prefektin e qarkut i ndryshuar, shprehemi si më poshtë vijon. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë, numër 78, datë 22/9/2025, për caktimin e zvendës kryetarit që do të kryej funksionet e kryetarit të Bashkisë së Vlorës deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, vlerësohet i ligjshëm, thuhet në shkresën e firmosur nga prefekti i qarkut Plator Nesturi. Ndërkaq, prefekti i qarkut e konfirmoi shprehjen e ligjshmërisë edhe i pyetur nga televizioni 6+1 Vlora pas aksionit të pastrimit në Zvërnec, ku doli për krah kryetarit të ri të bashkisë Elisa Lili. Padyshim, derisa ne jemi këtu së bashku dhe është në funksion plot të ushtrimit e detyrave të tij, patjetër që po. Ndërkaq, të mërkurën në pasdite, ish kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha u rikthye në bashki për të takuar dhe uruar pasardhësin e tij, Elisa Lili. Në takim morën pjesë dhe disa nga drejtuesit e drejtorive të Bashkisë së Vlorës, duke shoqëruar këtë moment simbolik të kalimit detyrës mes dy drejtuesve. Dredha e ka uruar Alilin për marrjen e detyrës pas dorëheqjes së tij disa ditë më parë, me bindjen dhe besimin që do të bëjë më të mirën për qytetin. I uroi Elisit dhe gjithë ekipit punë të mbarë në mirëmbajtjen dhe zhvillimin e Vlorës së bukur, shpreh ndër të tjera ish kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dredha.